Vllazën të dashur, Zoti thot në Kur'an: minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Në gjuhën shqipe, ky citat kuranor, ky ajet i mrekullueshëm, thot Zoti, prej besimtarëve ka burra të cilët ja ka dhënë besën Allahut. Prej tyne ka që kanë kryer emanetin. E kanë kryer emanetin. E kanë përfunduar misionin. Edhe ne të dashurit e mi, pavarësisht provave, sfidave, pengesave, misioni duhet të vazhdoj. Kush që e uli robin e Zotit në tokë nuk ka, nëse Zoti robin e vetë ka ngritur në qiell. Nëse Allahu është me ty, krejt banor të tokës mu bo kundrejt te, e pesa me të pengu, e dynjon me të ngushtu, leta deni madhe i vogël, plaka i ri, gru e fmi, krejt qka ko kjo shoqëri, se Allahu gjennetin ka me zgjeru. Kur e arrestun Sheikhul Islam Ibn Taymin, i cili ka ndru jetë në vitin 728 si mbas kalendarit hijri, tha mos menoni që muni më ngushtu dynja, se dynjaja është shumë e vogël në krahasim me xhenetin e Allahut. Kënaqësia, lezzeti, mirësia, dashuria është në zemrën dhe shpirtin tëm. Ju tha më izoloni për njerëzve, a nuk e dini tha që ma jep një mundësin me u konë me Zotin, që të unë them të e lyp. Ju tha me leni pa hongën e pa pi, ju nuk e dini tha se une i agjerohem Allahut. Ju tha me pengoni, tha ju nuk e dini se në pengesën tuaj me afrani me Zotin tim. Prandaj të dashurit e mi, besimtari është gjithmonë krenar me dinin ti. Sepse nëse merrni e pojmë një analizë na populli jonë, besimtarët tanë, shqiptarët tanë, e merë edhe e vënën në një kandar i cili është kandar i drejtësisë, i paanshëm, i drejtësisë për cilën shpirti dhe zemra jonë e kupton dhe e realizon. E vërenë se për çështjen tonë kombëtare, mas shumëti që kanë dhënë kontribut janë pikërisht hoxhallarët, janë pikërisht imamullarët tanë, të cilët sot janë më të atakuarit në këtë drejtim, janë më të penguarit në këtë drejtim. Madje çfarë situate vim na të dashurit e mi, kur bit e udbashave ja bojnë pyetje dietarëve dhe njerëzve që kanë sakrifikuar më shumë për këtë vatan, për këtë dinë, për këtë imam, me cilin flamur tha, nuk që këtë tha keni luftu. Mëre deri në këtë drejtje. Deri këtë deregje, ti mi a bo argotën a i cili dënë ty me të asgjësu. Si popullë jonë ka dignitet, popullë jonë ka integritet. Është integriteti më i madhi shpirtëror dhe emocional. A i cili nuk mundet me mujt epshen dhe egon e ti, edhe kajtën e ti, po flasë në jargonin popullor, edhe kajtën e ti, nuk mundet të dashurit e mi me konë krenarë në tokën e ti. Sa do që mundohen me vënu nërkomza dhe me pengu, misioni nuk pengohet, sa e ka për Zotin, ai që e ka për Allahun, Allahu do të ngrit, sepse fatkeqësisht një pjesë e tyne nuk tregohet ç'është është. Pasha Allahin nuk spjegohet ç'është është. Ana tu konë gjallë që vete kena përjetu luftën e UÇK-s. E i shetë të dashur të mi, tu të komplet realitet tjetër e shkruan. Po nuk është mërë kjo realitet, po nuk thuhet mërë kjo. Mërë mos i hedhë hi syve, sepse janë do sy të cilët nuk vërbohen kur ata në sytë e imamit. Misioni vazhdan. Sado që munduan ta nënçmojnë, si ku ishte rasti për djetarin e shqiptarisë, trimin e burnis, se mos me kom me njoftë vetë. Personalisht, është diçka tjetër, po e nja, hoxhën, e bekum shqiptarisë, edhe nuk është rastisht më koni Shkupit. A e dini pse? Sepse Shkupi 500 vjet ka qenë kryeqytet i vilajetit Kosovës nën Perandorinë Osmane. 500 vjet. Edhe nuk i qenë zotë rastisht burrat madje edhe pe katune edhe pe sheherave. Nuk i qenë rastisht. Gjithçka kanë porosi. Është porosi hyjnore pe Allahut.
Por të dashurit e mi, këto, kur dikush munohet me të vënu 9 grada, ai nuk e din se Allahu që është në biton, ai veç të shton gradat. Me rrena dallavere, ka mujt para 50 vjetë, që shta kanë rajt neve, ishin orë të pupa, prej muske, ishin vesh si hëgjallar, ishin shku në Prizren, e tjetëri shku në Laush, a tjetëri shku atje në Cernush, a tjetëri shku atje, i kam mësu popullin rajshëm, i kanë rajt, e kur s'dole, kush ka thonë ty, a ke poti, je ka puni shok jemi, a i shukyt, a i shuki me popën vetin taku atje. Këtë jenë prallë hanë qeni arra. Ka kaluaj vakt. Na ta shemi kohën e teknologjisë, na e na ta shemë kohën, kur mos mu po, unë plot vlozën, mërgëmtar, kur si kum po, dhe kur s'u kam po live, po më ndojnë këtu e pej Amerike, pej Zelandës të rejen, Kanode, atje në Australie, pse mundësia në Facebook, në YouTube, në TikTok, në Mërtok, ku ta di une, të dashur të mi, mundësia është e artë, se na lidhëm me iman. E qashtu në mënua për Shaban Pëllushën, të dashurit e mi. 45 vjetë në shkolla kanë mësu kundër ti. Mirë po ku largu sistemi edhe zullumqare e pa besimtari për këtëre trujeve tona, ku është dojnë në shesh, shqiptarit sot kanë e dënë. Ku e gjenë frymëzimin? Të kush e gjenë frymëzimin? Ata i cili e kanë mësu në për shkolla 45 vjetë kundër ti, apo ata i cili ka flejt tamam puna e ti në shpirt edhe zemrën e ti. Kjo montet me iman. Prandaj investoni imanin e juj, investoni imanin tuaj, duni djetarët e juj, mbroni ata me dua, me lutje, respektoni ata, nderoni ata, se Allah është i madh. Allahu është i madh. Prandaj na ka nderu, edhe na ka respektu, edhe na ka nderu. Prandaj le të dinë të gjithë, edhe ata që jenë hyqëmet, edhe ata që nuk jenë hyqëmet, se shqiptari nuk mundën me dashur më shumë se na, cilët i bim sejdë Allahut il Xhelal. Këto e kena të dëshmume, edhe të evidentume me veprat tona. Njerëz më patsur, më të dashur, më të afër, më sakrifikues për dinë, për iman, për vatan, e për shtet, e për dinitet, e për bereqet, e për xhennet, vallahi s'ke mujt me gjetë as të lëpsh me pish, as me qire.